interesat. Ndryshon mënyra se si shprehen interesat. Këtu në Ballkan ka ndodhur një gjë. Kush është para Renci kësaj që pam ne tani me updaten? Kush është para Renci? E ke kapur ti një moment të them që është urdhri ndërkombëtar i arrestit për Dodikun? Po. Deklaratën e Marco Rubios duke konsideruar Dodikun rrezik për sigurinë. Duke mbështetur drejtësinë. Po këtu filloi pra filloi një ndryshim i madh. Ndryshimi u bë kaq i qartë në rastin e Dodikut, saqë u kuptua që në thelb në Ballkan amerikanët do të qëndrojnë te ky bosht. Aleatët dhe partnerët e tyre janë shqiptarët në Ballkan. Do vazhdojmë të jemi në këtë pikë. Po. Dhe jo si në raport me Europën ku tashti partnerët janë kthyer rusët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë po e rikonfirmojnë edhe një herë që shqiptarët do të jenë partnerët dhe aleatët e tyre në Ballkan. Edhe me Donald Trumpin. Me këdo. Edhe sikur të vinë nesër në një robot i Elon Muskut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë me shqiptarët. Edhe ai do ta ketë të programuar mbështetjen për Shqipërinë. Pra, fuqizimi i faktorit shqiptar është i pashmangshëm. Kjo nuk do të thotë që kjo do të marrë për e mirëqen, ëh. Kjo do të thotë që shqiptarët duhet të jenë gjithmonë përgatitur me një projekt. Dakor. Se po dëgjoja te kjo që thotë Ariani, se ndoshta është temë shumë interesante, ja vlen ta prekësh Redi. Një analizë italiane më thoshte për Ballkanin është problem sikur të ketë një krizë, jo më të kemi dy. Dhe janë dy kriza sot të rënda në Ballkan, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Dhe ne besoj këtu është një temë shumë e bukur që duhet të jemi përgatitur se gjithçka mund të ndodhë. Pra edhe kjo luhatje kemi bërë aleancën ushtarake Shqipëri-Kroaci. Po shife sa interesante është. Po Dodi ka dalë hapur dhe ka thënë kësaj radhe nuk ka më kthim pas. Tani se çfarë do bëj ai me serbën. Ku jemi ne pra? Sepse ajo që ndodhi me Dodikun, rikonfirmimi, më intereson rikonfirmimi. Po do ta them pra, ajo që ndodhi me Dodikun tregoi një gjë. Që amerikanët nuk kanë ndërmend ta mbështesin një Republika Srpska që bashkohet me Serbinë, pra një ndryshim kufish. Dhe për pasojë gjitha kjo do të ketë efekte drejt për drejt tek gjitha elitat në Ballkan. Po, ishte i prerë. Pra çdo elit krize do mbahet e shtypur. Pra do kërkojnë elitat stabilitetit dhe këtu kam frikë. Drua edhe këtë po e them si opozitar që më vjen keq dhe e di që Flogeriti do lumturohet, por që kam frikë që Rama mbetet faktori i stabilitetit, të paktën përkohësisht. Po se të vi keq apo se të vjen keq? Më vjen keq si opozitar. Okay, mirë. Si opozitar, jo se mua po më bën përshtypje Redi se ç'na ka vënë një shikoj pak shqiponjën amerikane, vetë gjithmonë i natosur. Po ajo është natyra e perandorisë. Shiko, shqiponjët gjithmonë janë të mërzitura me bufat. Lufta e qiejtë, fillova e bëre këtë. Lufta e qiejtë. Jo, unë mendoj pak më ndryshe se Galdini në fakt. Kjo nuk ishte batutë opozitare, kjo ishte ishte opozitë e opozitës. Edhe nuk jam në fushat, kështu që jam i çliruar nga këto gjëra po. Kështu që tani, shiko, unë se kam problem ton çfarë duan se mi kanë thënë të gjitha, kështu që nuk është problem. Të rrim te rikonfirmimi. Pra, ja të mbaroj pra unë mendoj që pra elitat e krizës do jenë të shtypura dhe elitat e stabilitetit tani do fitojnë një lloj rifugjizimi. Çka thotë elitat e krizës do jenë non grata. Eksakt. Në termat pra nuk do lejohet dhe kjo solli edhe atë që ishte lëvizja e Ramës drejt Kroacisë dhe Kosovës. Se nuk ka ardhur pa në amerikanë, nuk. Çështja e sigurisë. I vendi NATO-s ku do shkosh. Çështja e sigurisë pra, shiko sa interesante është gjë tjetër për shkakun. Pse Serbia thiri Viktor Orbanin dhe Çekin për një pakt alternativ? Pa mendoje pak të gjë. Pa mendoje pak të gjë. Ja vlen ta analizojmë. Është shumë interesante. Jo sot, jo, po mendoje në një temë të ardhshme. Është shumë interesante. Tani them një antitezë të asaj që thot Galdini për komunikimin e Ramës me amerikanët, që edhe me Spakun, që merrni këtë doni, pra lë të kuptohet, thot Galdini, që pas me e kiameti, vetëm mu mos më prek. Jo, poshtë me. Poshtë, s'ka pas, po.
Sa edhe Lulin e donte poshtë me këngë. Po patjetër. Tani, unë nuk mendoj se Edi Rama komunikon me Spakun dhe me amerikanët në televizor. Nuk e mendoj. Sepse Edi Rama në ekran komunikon vetëm me njerëzit. Pra bën artikulimin, PR-in, propagandën, quajni si doni. Pra, unë nuk mendoj se Edi Rama është budalla, që me mbretërinë, me perandorinë e botës të komunikoj me mesazhe indirekte nëpërmjet sy më sy. Nuk e besoj. Besoj se Edi Rama i ka kanalet e komunikimit të shëndosha me amerikanët, qoftë me ambasadën këtu, qoftë edhe për te oqeanit, që të komunikoj në vetë par hapur të ajo dhoma e errët ku çdo gjë thuhet e shurdhët që thuhet dhe lihet atje, dhe vjen me mesazhet dhe me idetë të qarta çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet bëj. Sën këtë, nuk mendoj se Rama komunikon me Spakun dhe me amerikanët në atë mënyrë. Rama, kur flet kur thot ato që thot, ashtu si i thot për efekt politik elektoral ndaj publikut. Rama ka vetëm një qëllim në kokë. T'ju thot shqiptarve që 70% e mbështesin Spakun, t'ju thot vetëm një gjë, që t'ju lërë të kuptohet dhe ta besojnë, që e vetmja garanci e kësaj gjës mirë që i ka ndodhur vendi që ju e besoni, jam unë. Dhe kjo është e drejta e tij të bëj propagandë, PR-in për të antitesis apo the ti? Po. Po sikur momenti politik që po kalonte Shqipëria në atë moment, në atë kohë, në atë çast, mund të ishte edhe një pikëthyerje e madhe dhe ndryshim në aksin gjeostrategjik, ku e folura publike nënkuptonte një bashkëpunim të mundshëm me Sali Berishën kundër Spakut. Pra në rast se ju nuk negocioni me mua, unë bashkoj votat dhe Berisha, sepse ke një koordinim gati të përsosur, sepse Berisha në po të njëjtën kohë dolin Spak dhe tha unë do ta shkrij Spakun. Po, madje Rama tha, unë e dita që e kam briefin gati, tha me i të fishkujme, tha më vjen këtu. Kur amerikanët, kjo retorikë, dhe në momentin që dikush e qetësoi Ramën, në ato dhomat e arta, unë jam dakord. O të rrojsh, po thua. Po, ja la Berishës tani unë nuk kuptoj një gjë. Ti, Redi, Denisi, se po ju flas me ti se jemi miq. Ju keni një predispozit dhe një lloj qasje që e trajtoni Ramën si trim të madh, i cili i bën shantazh, thonë za amerikanëve nga televizori dhe amerikanët e marrin të dhoma e errët dhe e qetësojnë duke i thënë pa merak se kjo nuk do preket, kjo do shkoj kështu. Unë në fakt po them të kundërtën, unë po them që Rama s'është trimërie. Nuk është aq Flogert, nuk është trimërie sepse njëri që është kryeministër, është strateg. Jo, nuk ka lidhje fare. Është loj pushteti, është loj mirëfill pushteti. Njëri që është kryeministër ka instrumenta. Për shembull, sado i madh ti je ti. Për shembull, dazëm si thon, kur elefantit i hyri miza në vesh, elefanti e vuajti shumë. E kuptoj. I hapsat e lashe, kuptimin. Pra nuk është çështje trimërie, është çështje që ai ishte i vetëdijshëm se ai ka 12 vjet kryeministër. Pra është mënyrë e të bërit diplomaci, politik, negociat. Është i vetëdijshëm që nëse ai hap spiralen në një bashkëpunim të mundshëm me palën tjetër, çfarë ndodh? Bashkimi i votave të Sali Berishës me Edi Ramën e shkrin Spakun. Po. E bëj kthejmë prapakthim, e kthejmë mbrapa. Dhe dalim tek ajo që reformën drejtësi, dhe këtu ju po i jepni drejt Ramës, e ka bërë edhe Edi Rama, jo i diktuar vetëm nga tjerët. Kështu i bie. Për sa kohë ka këtë pushtet që po thua ti? Jo, unë mendoj sepse shikoj trajektoria nuk është kështu, nuk është lineare. Trajektoria është që në situata të ndryshme gjeostrategjike, negociatat janë vazhdimisht të ndryshme. Më fal, Galdin, të cilli fakt. Kush ishte nevoja e Ramës kur erdhi në pushtet në 2013? Në 21 qershor, në të gdhirt 22-shit të 2016-ës, është firmosur korrik apo qershor, korrik, është firmosur reforma ndërtësi me 140 vota. Dhe 2 ditë më pas apo të nesërmën që u firmos ajo,
një nga deputetët e opozitës ka nxjerrë një mesazh që e kishte dërguar ambasadori Lu. Po. Unë e kam thënë edhe herë tjetër këtu në këtë studio, është në media, nuk është sekret, që i thotë, në rast se nesër nuk do votoni projektin e reformës në drejtësi, do keni sa probleme me neve. Dhe ata që kishin shprehur rezerva për këtë reformën që amerikanët i kishin informacionet, shkuan aty dhe ngritën dorën, e kupton? Pra unë e di dhe është e vërtetë që thua ti që ka patur një presion amerikan për ta votuar këtë reformë, por nuk kam parë në asnjë moment që të kishte një detyrim apo një pengim nga ana e Partisë Socialiste, madje pasi është Partia Socialiste nuk i bënte dot votat. Pra, votat. Pa presion amerikan nuk kaloi reformën. Mund të negocion të mënyrën më në asnjë mënyrë. Në datë 1 qershor, ja vetëm ta mbyllim këtë pjesën e Okej, s'po e tregoj këtë histori sepse do ishte herë tjetër. Jo, do doja të rija te kjo që tha Denisi. Domethënë u rikthyen shpejt. Ky është lajmi pra. Ky është lajmi që dhe u rikthyen dhe ky rikthim domethënë erdhi për të ardhur nuk e di. Kjo është ideja. Unë mendoj që në skakierën ndërkombëtare, ajo që po diskutoka në tryezat e mëdha, pra përfshirë dhe në Riyadh, përfshirë kudo mes palëve, për të gjitha konfliktet në botë, unë mendoj që ndoshta për fatin ton të mirë, e ka vendosur faktorin shqiptar në interesin amerikan. Si prioritet. Ose nuk ka ndryshuar interes, se ka qenë dhe me qeverinë Biden. Ka qenë një moment që negociata dhe mund ta ndryshonte këtë gjë. Po. Pra kemi qenë në një moment delikat dhe kjo ka qenë dhe arsyeja pse gjërat ishin kaq dhe konfuze në fillim të mandatit. Dhe ky po thuash lajmi mirë për Shqipërinë dhe për Edi Ramën. Logjika është për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Faktorin shqiptar. Për Rama, unë nuk politikisht. them që është lajmi mirë për Ramën, por unë po them që Rama është i avantazhuar me kundërshtarat që kanë fush. Është lajmi i keq për kundërshtarët e Ramës. Është lajmi i keq, më shumë është lajmi i keq për kundërshtarët e Ramës. Pak ka qenë goditja e korrupsionit, ëh. Mos harrojmë, është Ilaçi. Dhe Rama tani ka një sfidë shumë të madhe sepse atij do I duhet që ta menaxhojë këtë monstrum politik që ai po prodhon, pra një parti krejt të re tashmë pa përvojë. Një parti që e shem për pësën e ke fjallë. Po. Thashtë edhe të monstrum për spakun. Për pësën, pra sepse shiko, problemi I tij, se unë mendoj që karma është me të vërtet të përgjigjet gjithmonë në mënyrën e duhur. Pra I ka edhe pyetjet edhe këmbë të hapura, edhe përgjigjet. Kështu që mbas zgjedhjeve të 11 majit, Rama do ballafaqohet me një sopra pushtet, me një mbi pushtet, të cilin do I duhet që pastaj ta menaxhojë në mënyrë të pa pika libie. Ai nuk do të ketë mundësi të ketë alibi para partnerëve ndërkombëtar. Sepse ai tani do të jetë autoriteti absolut që ka përgjegjësi për çdo votë që do të vendoset në parlament. Por roli Spakut Arjan se të mos dalim se ta shkojë gjithmonë te Rama. Po jo, po sepse kjo është pra, po Spaku tani ka leje pra. Ka leje. Spaku tani do godas ku të mundet, ku të mundet, do godas aty ku ty s'ta pret mendja. Aty ku ka qenë qëllimi, sepse të lexoj vazhdoj të mbetet aty. Të lexoj fjalin që ka përdorur prokurori amerikan dje në takim, të paktën siç raportojnë dhe kolegët që ndjekin çështjet e Spakut, thuhet puna do të rinis aty ku është lënë para 2 muajsh me të njëjtin grup dhe me të njëjtat qëllime dhe objektiva. Unë kam frikë se do jetë më e fortë. Jo, në kuptimin që duhet më e fortë. Objektivat ata si vendosin sot, ata kanë muaj që kanë vendosur. Më e fortë në kuptimin që lajmi është kjo, unë ta thash pra, sepse të gjitha palët kishin shpresuar që të paktën për zgjedhje të mos e kishin Spakun në përkëmbë. Po vaj diskutuam. Dhe fakti që vjen tani dhe të vjen me të njëjtat objektiva dhe po të jap dhe një tjetër sens logjik që edhe ideja e zotit Dumani për të monitoruar hap pas hapi zgjedhjet, kam përshtypjen lidhet me këto objektiva që janë caktuar më parë edhe me miqtë amerikanë. Pra objektivat do të jenë, le të themi, të pa ndërprera. Pavarësisht periudhës 2, imagjino tani sikur këta ekspertë vinin në muajin qershor.
Nuk do ishte njësoj. Jo, do kishte asnjë vlerë, jo, por nuk do kishte këtë efekt që mund të ketë nesër. Jo, po duhet bim dakord që 11 maj është thelbi i gjës. A do ndikoj spak? Unë do bëjmë shumë provokativ. Unë do bëjmë shumë provokativ. Me vetëm një gjë, nuk mbaron jeta politike në 11 maj. Jo, po 11 maj vendosen Por ama, nëse është thënë që ka në politikë shumë figura. Nëse është thënë që në listat e të gjitha partive ka shumë subjekte të SPAK-ut, kam përshtypjen pas këtij një lajmi me të njëjtat objektive, me të njëjtat qëllime, do fillojnë do trëmben disa kandidatë nga të gjitha palët. Se kush janë, le ta dinë ata vetë. Tani ka diçka. Unë do bëj një sfidë, do ta bëj një sfidë. Shiko, Rama ndoshta e ka bërë negociatën dhe 11 maj, si thush, atë do ta gjej prap kryeministër. Sfida që kam, edhe po e bëj direkte për doktorin. Elshove pushtetin duke menduar se do kishe një marrëveshje për veten tënde, doktor. Kur thuat? 2013-ën? Tani, 11 majin. Okej. Për 11 maj, po kjo nuk qëndron se. Si do thuash ti lëshove pushtetin kur ai s'ka pushtet, dhe se merrte dot pushtetin. Jo, pra jo, lëshoi me marrëveshje pra ka lëshuar rezultatin, ne kam në kuptimin që e ka lëshuar pa garë. Ja, dakord jam, po rezultatin mund ta lëshoj Rama, se ai e ka në dorë rezultatin, s'mund ta lëshoj doktori. Provokim sa po bëj. Dakord, vërtetën. Nuk qëndron provokimi, sepse Berisha nuk është në kushtet që përcaktojë rezultatin. Berisha do marrë atë pjesën e vet. Ti do thuash që do bënte një strategji më të mirë të gjitha. Dakord jam. Po të më ndërprezesh në çdo fjalë bie që unë do të sqaroj pastaj çdo ka prekse u bë sepse lëshimi është sepse kur njëri do të fitojë zgjedh strategji tjetër. Pra kur ka zgjedh strategji nuk do të ka shumë. Po pra, po ka shumë strategji për Po pra, por nuk është ky njeriu që mund ta, nejse, vazhdo. Po lëshohet rezultati, lëshohet se opozita kur i ka gjatë, mbas shikon, mandati i 4 është i pamundur edhe për politikan genial. Okej, po jo kjo opozit. Ky është le të themi ngërçi i analizës. Megjithatë vazhdoj. Jo, nuk ka ngërç, pra këtë po them pra, sepse Berisha u kthye në blok betoni për ta mbajtur opozitën nën kontrollin e tij që ai të menaxhonte rezultatin, pra, që ai të negocionte rezultatin. Kjo është e thënë me pak fjalë. Ai negocioi, edhe unë kam doktor, lëshove rezultatin. Problemi është që tani situata do të jetë edhe më e pasigurt për ty, doktor. Dhe unë do të them me shumë sinqeritet dhe po të paralajmëroj që ditë më të këqija vinë pas këtaj për ty dhe për çfarë porrethnie ke ti. Dhe mendoj që e ke për gjithë politikën, besoj. Jo, e kam për doktorin sepse doktori mendoi se po negocionte. Doktori mendoi se nëpërmjet Ramës ai do të arrinte të fitonte të gjitha ato që quhet hapësira e surfit përmbi. Po, dhe mendoj që Sali Berisha do të jetë njeriu i cili do të ndjek atë fat që u paracaktua ditën që është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë e mendoj me siguri dhe me bindje. Kjo po thua sinjalizon që qëndrimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj doktorit do të vazhdojë të mbetet ai që ka qenë? Madje do të ketë edhe më shumë ashpërsi. Tani për ta duplikuar pak atë antitezën e Flogertit, a janë apo janë rëndësishëm amerikanët në lojë? Pse të gjitha palët luajnë me amerikanët në lojë? Pse në Shqipëri është lajm kaq i jashtëzakonshëm që takohet janë nuk un po them Lacivita. Pse Lacivita për shembull është sherifi? Pse Lacivita është propagandë, është budallëk, çfarë është lekot. Jo. I ta shikojmë pak se e kam shpenzimi kot, po, mund të them diçka para se shkojmë te falë ran se nga që e kam se ngatroj me vullnetësinë se kanë ngjashmëri. Po. Gjo, me këtë që tha Galdini, unë po shkoj edhe më tutje. Me këtë që kanë bërë amerikanët tani, duke rikthyer në SPAK të tyrët, praktikisht doktori ka drejt të ankohet që po e ndryhyet në garë. Sepse se nuk është çështja tani a është mbështetje për SPAK-un dhe a tregon vazhdimsi për punën e SPAK-ut fakti që amerikanët rikthehen. Kjo është paga shumë, rikthehen me të njëjtat objektiva. Kjo është dhe politika amerikane në raport me Shqipërinë për 1 milion arsye që
mund t'i thot Galdini në një emision tjetër dhe do e gjej me vëmendje, nuk e ka ndryshuar për fatin e mirë të faktorit shqiptar në Ballkan, se kemi Maqedoninë, Malin e Zviqen, nuk ka ndryshuar dhe janë në krahun tonë, neve na favorizon kjo. Po ka disa palë që disfavorizohen nga kjo politika amerikane, që mund të jetë Dodiku atje, por që mund të jetë doktori këtu. Dhe doktori këtu ka marrë 2 goditje, se duhet me parë të shohim pasojat pra. Goditja e parë ishte raporti i Dashit. Pra, në raportin e Dashit, doktori, kur merreshe në referencë puna e mirë e Spakut, si shembull merreshe doktori ku theksohej edhe që është i shpallur në bazë të nenit kaq e aq. Kjo ishte nen që e përdori për. Kjo ishte një goditje që ne pristim tjetër lajm tani në marsore. Jo që të na thotë dhe Rubio që doktori është non grata, dhe të vazhdoj Rubio të shpalli me këtë nen të tjerë non grata. Kjo ishte goditja e parë si precedent. Po. Dhe goditja e dytë është kjo për doktorin, që ndërkohë që ai thotë do zhbëj Spaku, amerikanët vinë si garant për para zgjedhjeve dhe japin mesazhet e kundër, që jo, këtu jemi ne. Në këtë kuptim, pyetja është kush po i vuan pasojat e kësaj politike amerikane që është një lloj siç ishte. Kuptoj. Dhe kush do t'i vuaj, po. Dhe këtu pastaj dhe rezultati. Kam një provokim për Arianin, se meqense është, le të themi, pedagogu i negocimit. Le ta supozojmë ose le të provokojmë bisedën duke thënë që palët në Shqipëri, pa e thënë se kush janë, pa palët dy të kryesorët, kishin negociuar me Spakun që mos kishte goditje deri në 11 maj. Se negocim e pranoi dhe Ariani që edhe Spaku negocion, se nuk vjen nga marsi. Po tani që erdhën zyrtarët amerikanë, a vlen më kjo negociat? Kjo është për Galdinin. Për Arianin. Do ta shohim. Se kjo është çështje që ne nuk e vërtetojmë dot në këtë tryezë. Do ta shohim nëse do ketë goditje. Do t'ju japun përgjigje tani, Arian. Nuk kanë negociat direkte me Spakun. Dakor, po ka me mbështetësit e Spakut thot Ariani gjithmonë. Me Spakun s'ka mundësi të negociosh. Jo, okay. Por ti e ke një mundësi që kjo dosje është dobësohet ose po. Jo, kjo dosje e ka radhën ditën e hënë, po sikur ta shoh të hënën tjetër. Po këtë se bën Spaku. Po jo, e ka mundësin ta bëj. Jo, këtë pa dashje, për shembull kur e lexon anglisht njëri e voton po nuk. Pra, kjo është thjesht çështje kalimit radhës. Ja japun provokimin tash direkt Arianit, insertin numër 1, regjia. On my way to Albania. Can't wait to come back. Make Albania great again. Arian, si e lexon rikthimin e Lacivita